Përshëndetje të gjithëve. Sa thjesht dhe shishe mund të përgatisni një ëmbëlsirë për fundjavë. Ky kek do përgatitet me kakao, copra çokolate dhe lëng portokalli. Është një recetë që nuk të merr më shumë se 5 minuta kohë përgatitje dhe të kënaq. Filloj me përgatitjen. Në një tas fillojmë të shtojmë përbërësit të radhë. Shtojmë 3 vezë në fillim. Do t'i shtojmë një bustin vanilje dhe një gotë me sheqer. Gotat që po përdor në këtë recetë janë 200 ml. Nëse do e masim në gramatura, janë diku te 180 gram me sheqer. E përzijmë për 5 minuta derisa vezët të shkumohen. Tashmë janë gati. Më parë në një nuk kam shkrirë diku te 50 gram gjalpë bashkuar me 50 gram vaj ulliri, i kam lënë të ftohen dhe më pas i shtojmë në tas. Edhe në këtë shtrydh se nuk kam shtrydhur lëng portokalli, mbushim një gotë 200 ml sheh plot, i përziejmë të gjitha së bashku. Në këtë moment largojmë rasin elektrik dhe çdo gjë do ta përfundojmë duke e përzier me dorë. Do shtojmë 3 gota me miell, gotat janë 200 ml si u thash edhe më parë, një paket nga ky fryrësi për ëmbëlsira. E bashkoj me miellin. Natyrisht që miellin e shtojmë gradualisht. Shtojmë 3 lugë të gjellës me kakao, e kalojmë në sit që mos na kokrizohet në brumë. Shtuam 2 gota me miell, gotën e tretë e shtojmë në fund. Do t'i përziejmë njërë këto dhe më pas do shtojmë pjesën tjetër të miellit. Një gotë 200 ml she me miell mban 100 gram miell. Shtojmë gotën e tretë me miell. Sitëm një pjesë, lam një pjesë, por e shikoj që e do edhe këtë pjesën e ngelur. Në total janë 3 gota me miell. Vetëm 2 minuta kërkon përzierje me dorë. Shtojmë në fund çokoladë të bardhë, janë copra çokolate të formora, dhe çokoladë të zezë, për t'i dhënë më shumë shije në çokoladës. Vazhdojmë t'i përziejmë. Kam përgatitur një formë keku, perimetri së cilës është 26 cm. E kam lyer me vaj dhe pudrosur me miell dhe e kam gati për të vendosur brumin e kekut. Vendosim brumin dhe direkt do ta pjekim në 170 gradë për 40 minuta, 35-40 minuta. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. Si ju kam thënë edhe më parë, unë kam 2 furra dhe të 2 pjekin në kohë të ndryshme. Ja dhe si duket keku i pjekur. Mund ta konsumoni edhe kështu, por unë do t'i shtoj sipër pak sheqer pluhur për ta bërë më të bukur. Jepni formën që dëshironi dhe ja si duket keku. Është plot aromë mirë, është i butë dhe shumë i shijshëm. Ju falenderoj që më ndiqni.